kanë më utall islamofobët, se e kanë merak. Ani, ata janë tallë me pejgamberët e Zotit. Virgjinesha pasni me pas jo. Pejgamberët e Zotit janë konë më të mençmit edhe më të ndershëm që qytetet e veta. Po. Janë tallë me to. Na nuk duhet më çudit se del dikush, domethënë në islamofob, do thot koktul edhe na shon, na ofendon ose tallë me neve. Ne çka themi? Gjejma një profesor doktor i universiteteve me renomë ndërkombëtare që tallet me islamin. Ose me ajetet e xhenetit ose hadithet e xhenetit. Nuk ka. Kret titull shkencor me renomë edhe ateist nëse janë. Ata nuk tallen me islamin. A di kush tallet me islamin? Njeri i cekt intelektualisht. Ani se ka titull shkencor. Ai është analfabet institucional. Pra çka nuk do të më prek për kësaj pune. Ai që tallet me islamin dhe rregullat e islamit, do të është njeri i cili nuk ka respekt as për vete, jo më për neve. Pra çka na se kemi atë problem as pak, as duhet më shqetësu për kësaj pune. Edhe njerë po them, gjejma një intelektual, një profesor universitar, një akademik me renomë, akademik universitete me renomë ndërkombëtare i cili tallet me islamin dhe rregullat e islamit. Asnjë se ki. Përkundazi ata vazhdimisht flasin me fjalë respekti dhe mirëdije për islamin dhe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe për këtë jetën do thotë e muslimanëve.